Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka reaguar pas publikimit të një videoje ku shfaqen disa të dënuar duke festuar brenda qelive në burgun e Durrësit, në prani të telefonave celular, alkoolit dhe lëndëve narkotike. Në pamje, sipas raportimeve, dallohen edhe emra të njohur të botës së krimit, të konsideruar me rrezikshmëri të lartë, si Lul Berisha, Fehmim Ziu dhe Islam Kasa, i njohur ndryshe si Mitralozi. Videoja është publikuar nga gazetari Flamur Nezaj dhe sipas drejtorisë së burgjeve, pamjet nuk janë ashtu siç duket, pasi video ka qenë më herët në vëmendjen e strukturave të institucionit. Në reagimin zyrtar, bëhet me dije se personat e shfaqur në video janë identifikuar, ndërsa një pjesë e tyre rezulton se janë liruar ose transferuar përpara muajit janar 2026. Për këtë rast, Drejtoria e burgjeve thot se kanë nisur verifikimet ndaj zinxhirit komandues të institucionit, me qëllim përcaktimin e përgjegjësive të mundshme. Ndërkohë, drejtoria thekson se kontrollet në institucionet e vuajtjes së dënimit janë intensifikuar dhe vijojnë pa ndërprerje. Opolo!